Mr. President, on Iran, you said the other day that if they do not agree to a potential nuclear deal, that it would be very dangerous for them. What specifically well, they did you can't mean? have a nuclear weapon. Did you mean military action, though, if they don't agree? Oh, if necessary? Absolutely, yeah. Do you have a, And you have a deadline for these Yeah, talks? I do. And You're talking about with Iran? Yes. Yeah, I They're saying do. it's not Do you have next something vote. definitive this weekend, or do you see this as the start of a process? It's a and start. Do you have a timeline? We have a little time, but we don't have much time Who is starting the because we're not going to let them have a nuclear weapon. Is Can't it let them have a awkward to nuclear be weapon. there, Mr. President? And we're going to let them thrive. I want them to thrive. I want Iran to be great. The only thing they can't have is a nuclear weapon. They understand that. But with Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. Ajo që mua bëri përshtypje më shumë dhe ajo që është karakteristika tipike e Trumpit, në një ditë në deklaratën për ta lidhur pak me temën më të gjerë, tha diçka që mua këtë luftë ndaj Iranit do ta udhëheqi Izraeli, por askush nuk na udhëheq ne. Mendoj që ishte një mesazh përtej asaj që thuhet, sepse Trumpi në stilin e vetë komunikativ ka hiperbolizimin masiv, që do të thotë gjithçka që ai do ta realizojë dhe e realizon në kuadrin kohor 3, 4 apo 5 vjet në varësi të mandatit në këtë rast, por dhe më gjerë, ai në këtë moment e tha Izraeli e udhëheq. Pra që do të thotë që Amerika në këtë drejtim vërtet mund të mësojë ushtarakisht në Iran, mund të përdori çfarëdo lloj arme të mundshme që do të jetë, mund të jetë në letër dhe do të realizohet në një moment të dytë, por është Izraeli, ama askush nuk na udhëheq ne. Kjo është për të çeshuar pikërisht ato zërat e tjerë, të cilat lidhen me atë kontekstin që Amerika bën çfarë i thotë Izraeli, dhe në të vërtetë ai do të thotë që Amerika bën çfarë thot Amerika dhe jo një fuqi tjetër që e ndikon. Pati edhe një si lapsus se aty dhe mundohet ta korrigjoj, se dhe tani ka gjithë, ora se kur flet një shpesh dhe shumë, dhe dalin dhe gjëra që s'do të thotë. Subkonshi.